Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahu xhalla shanuhu, salavatet, përshëndetjet e përzemërta mbi fytyrën e ndryshme Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, adresojmë shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, selam aleikum, paqja, mirësitë, begatit e Allahu qofshin mbi gjithë ne inshallah. Muj Ramazanit, muj bereqeti, kullu Zotin Gjeleshanu, që ashtu siç na ka mësuar edhe profeti Muhamedi alayhi salatu wassalam, që është dhëçi i parë mëshirë, e dhëçi i dytë është magfiret, falje, dhe dhëçi i fundit i cili është largim nga zjarri i xhenemit. Inshallah Zoti të na mëshiron, e Zoti inshallah të na fal dhe lut Zotin Gjeleshanu nga zjarri i xhenemit, inshallah në fund këtij muaji të shenjtë të na largon. Do shamir tonë vëllezër dhe motra, kur thojmë Ramazan në psikologjinë e brendshme të çdo besimtari dhe besimtarës, gjithmonë lidhet, ka një lloj sinonimi mes Ramazan edhe lexim të Kuranit. Po kuptohet kjo farë lloj psikologjie ka lindë tek besimtarët dhe besimtarët nga fakti i ajeteve kuranore, ku Allahu xhalla shanu thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji Ramazanit është muaj me të cilën ka zbrit Kurani, hudan linnas, udhërrëfyes për njerëzin. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, na e kena zbrit këtë Kur'an në natën e Kadrit, e cila është në 10 e fundit, apo thonë ma mirë në 27, nata e 27. Allahu xhalla shanu thot një ashtu: inna anzalnahu fi lejlatin mubarakah, na e kena zbrit këtë Kur'an në natën e bereqetit. Për një besimtar edhe besimtare, kur i ndëgjon këta ajete kuranore dhe kur lexon historinë e profetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili tregohet se gjatë muajit Ramazanit përfundonte dhe shoqëronte gjithmonë Xhibrilin dhe lexonin Kur'anin njëri me tjetrin, ndërsa në vitin e fundit të jetës së tij, domethënë 2 herë ndodhi. Ajo që jep me përcjell për ndëgjuesin apo për shoqëuesin, besimtar apo besimtare, është se muaji Ramazanit është muaji i leximit të Kuranit. Por vëllezër dhe motra, kisha dashur në shkurt inshallah të kthehemi pak leximi i Kuranit në historinë e profetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. A ka qenë thjesht sikur mentaliteti i jon si shqiptar musliman, me cilën birja mos e prek Kuranin atje pa abdes e kështu me radhë, apo ka qenë një metodë ndryshe e të lexuarit në kohën e profetit? Nëse shohim Muhamedin alayhi salatu wassalam, leximi i tij se si ka qenë, leximi i tij i Kuranit gjatë muajit Ramazanit, po edhe jashtë muajit Ramazanit, ka qenë lexim me cilën ka lexuar për me kuptuar që të aplikoje dhe praktikoje. Edhe për atë kur vetë nana besimtareve Aisha radiallahu anha thanë si ishte profeti, sjellja e tij, ahlaki i tij, paraqitja e tij. Tha kana mushafan yadubbu ala wajhi al-ard, au kama qalet, tha ishte mushaf i gjallë i cili heste në fytyrën e tokës. Faktikisht leximi i Kuranit që dëshirojmë të përcjellmi për besimtarët dhe besimtarët po të njëjtën kohë edhe për vetveten tonë, është që të lexojmë Kuranin për të kuptuar dhe të aplikojmë në përditshmërinë tonë. Nëse e shohim profetin Muhamedit alayhi salatu wassalam, ka qenë njeri i cili lexonte Kuranin, por edhe u ndikonte. I thot pejgamberi alayhi salatu wassalam Ibn Mesudit radiallahu anhu: ja Ibn Mesud, o Ibn Mesud, më lexo diçka nga Kurani. Dhe thot: fillova të lexoj nga Kurani derisa të arrita te ajeti kuranor, si do të jetë gjendja ditën e gjykimit, ku për çdo njeri kena me ardhur me dëshmitar, dhe me ty o Muhammed alayhi salatu wassalam do të vëm dëshmitar për mbar gjithë këta njerëzit. Dhe thot, më tha hasbuk, mjafton. Dhe thot, kur shiqova profetin Muhammedin alayhi salatu wassalam, pash se lotët e tij rrjedhnin në fytyrën e tij të ndritshme. Vëllezër dhe motra, shohmi pejgamberin alayhi salatu wassalam po lexon Kur'an, por reflekton shpirtin e tij, po lexon fjalët dhe po kyç imagjinatën e tij dhe besimin e tij se në botën tjetër me të vërtetë do të jetë dëshmitar. Ndërsa nëse shohmi edhe Bilalin ose nëse shohmi edhe profetët tjerë alayhi salatu wassalam, të cilët lexonin Kur'anin, Omer radiallahu anhu shkon disa njerëz me pa një muj ditë shkaku se ishte i smut, në realitet nuk ishte i smut, po u prek nga njëri prej ajeteve kuranore. Nëse shohmi sahabët, jeta e tyre ka qenë e ndikuar nga fjalët e Kuranit. Domethënë leximi i tyre ishte i atill saqë nuk e lexonin vetëm me ajetin, me hadithin e profetit Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili thoshte se kush e lexon një harf nga Kurani, nuk tham elif lam mim,
janë një harf, po tham elif 10 sevape, lam 10 sevape, mim 10 sevape. Që do të thot për një besimtar dhe besimtare, Bismillahirrahmanirrahim, 17 shkronja 170 sevape. Para mendoj një besimtar dhe besimtare kur e kryen një hatme gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, se sa sevape i ka. Po vëllezër dhe motra, po kjo është shpërblimi që do të na motivojë, dhe shpërblimi tjetër është, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, lexoni Kur'anin muaj Ramazanit, dhe leximi i Kur'anit ditën e gjykimit do të vinë dëshmitar ose do të vinë mbrojtës për besimtarët dhe besimtarët, pra ata të cilët lexojnë Kur'anin. Ndërsa e shohmi këto ajete dhe hadithe e motivojnë besimtarin, por më e rëndësishmja është vëllezër dhe motra që në muajin e Ramazanit, tash do të kisha më thonë, po shohmi se muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit, që ka reflektuar në përditshmërinë e profetit Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe shokëve të tij. Atëherës unë edhe ju bashkarisht në sofrat tona, a thua a është metodë që mundet të lexojmë na Kur'anin vetëm për sevap? Po, është njëra prej metodave dhe asgjë të keqe nuk ka, përkundrazi ka mirësinë e vet. Për shembull, për çdo ditë, 5 kohë të namazit nga 4 faqe përfundon një gjuz. Kjo është një lexim standard që bëhet për punën e sevapeve, por besoj që lexim më i bukur edhe synim që Kur'ani e synon është që të mirët një pjesë e Kur'anit, për shembull, si prind, si familjar, para sofrës, e di që Ramazani sofra, iftari, lutje, kështu me radhë, po fokusi i nanave tona, si zakonisht mas shumë tja, po grave tona bëhet tek ajo të puna e përgatitjes së ushqimit. Kisha thonë, po Ramazani është për ushqim, në iftar, po mbi gjitha është kohë për lutje, dua, por edhe të njëjtën kohë pse jo si prind më i marr fëmijët e tyne edhe me lexuan diçka nga Kurani. Në sofër, atë bashkarisht, le të jetë një sofër e leximit të Kuranit dhe e mbushjes së zemrës dhe shpirtit, dhe jo vetëm të barkus apo të materjes. Ndërsa këshilla tjetër që kisha më thonë për çdo besimtar dhe besimtare është, vëllezër dhe motra, Kurani ka mrekullinë e saj, por mrekullia e saj vërtetohet atëherës vetëm kur na ja japmi mendjen, shpirtin, zemrën, trupin komplet Kuranit dhe i nënshtrohemi atij. Dhe kur i nënshtrohet besimtari dhe besimtarja, lexon Kuranin ashtu siç dëshiron Allahu xhalleshanuhu dhe siç ka praktikuar Muhamedi alayhi salatu wasalam, me të vërtetë atëherës do të jetë një çështje, një maksat, një qëllim që e kemi arrit nga muaji i Ramazanit. Për fund, tham vëllezër dhe motra, Allahu xhalleshanuhu kur murën Kuranin besimtarët e mëhershëm dhe aplikun në jetën e tyne, Allahu xhalleshanuhu e dalloi ummetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam me zbritjen e Kuranit. Dhe Allahu xhalleshanuhu prej 12 muajve dalloi muajin e Ramazanit sepse zbriti në të Kurani. Dhe Allahu xhalleshanuhu dalloi prej gjithë melekëve Xhibrilin pasi që ai e zbriti Kuranin. Dhe profetin Muhamedin alayhi salam, vulën e pejgamberisë, e dalloi nga gjithë profetët tjerë sepse mbi të e zbriti Kuranin. Dhe nata e Kadrit, e cila është më e dobishme se sa 1.000 muaj, u dalloi nga gjithë netët e Ramazanit apo edhe netët tjera të vitit, nga fakti se në të zbriti Kurani. Dhe për fund tham, le të zbresmi Kuranin në jetën tonë, inshallah. Zoti na mundsoft në fjalë, në sjellje, në vepra të zbresmi Kuranin. Zoti ju nderoft agjerim të lehtë e të pranuar në adhurimi, inshallah. Selamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.